shekullin e 20, ndërsa bota festonte fundin e komunizmit, në një qoshe të Evropës po përgatitej një tragjedi e re. E pikërisht aty, në zemër të Ballkanit, një njeri ngriti krye, jo për paqe, por për pushtet, jo për drejtësi, por për gjak. Ai nuk do të mbahet mend për ndonjë vepër politike, për zhvillim ekonomik apo reform shoqërore. Jo, ai do të mbahet mend për dhimbje, shkatërim, për gjenocide dhe mizori. Ai nuk ishte thjesht një politikan, as një nacionalist i zakonshëm. Slobodan Miloševići ishte arkitekti i një katastrofe njerëzore, komandanti i një makinerie vdekjeje, ideatori i një doktrine që mbolli vdekje në çdo cep të Ballkanit. Ishte ai që ndezi fitilin, që hodhi vaj mbi zjarrin dhe që e përqafoi tmerrin si mjet të politikës. Përpara se të filloj me këtë histori, ju ftoj ta pëlqeni këtë video nëse ju duket me vlerë dhe të abonoheni në kanalin Histori Epike. Kështu jo vetëm që na ndihmoni të rrisim këtë komunitet që e do historinë shqiptare, por gjithashtu nuk do të humbisni asnjë nga videot tona të ardhshme. Faleminderit për mbështetjen. Në fillim të viteve 80 ishte vetëm një zyrtar i zakonshëm i Partisë Komuniste. Por pas vizitës famkeqe në Kosovë në vitin 1987, gjithçka ndryshoi. Në një fjalim të mbajtur në fushë Kosovë, ai lëshoi fjalët që do t'jepnin hov nacionalizmit serb. Askush nuk guxon t'i rrah serbët, tha ai me ton të ashpër. Kjo nuk ishte një thirrje për drejtësi, ishte një sinjal, një mesazh i qartë. Serbia do të ngrihej kundër çdo populli që nuk pranonte sundimin e saj. Në ato momente Miloševići e kuptoi fuqinë e turmës. E kuptoi se nacionalizmi ishte rruga për pushtet dhe ai zgjodhi të bëhej lideri i një fryme të errët që do të përpinte mira jetë. Me këtë, ai nisi fushatën e famshme të rilindjes serbe, duke u veshur me petkun e mbrojtësit të serbëve në çdo cep të Jugosllavisë. Në vitin 1989, ai suprimoi autonominë e Kosovës përmes një grushti kushtetues dhe instaloi një sistem të apartheidit për shqiptarët, që përbënin 90% të popullsisë. Ai abuzoi me kushtetutën jugoslave duke suprimuar autonominë e Kosovës, duke vendosur kontroll të drejtë për drejtë mbi shqiptarët. Mijëra mësues, mjek, jurist shqiptar u përjashtuan nga puna. Universiteti i Prishtinës u mbyll për shqiptarët. Në vitin 1991, në takime të mbyllura me komandantët e tij ushtarak, Miloševići bëri të qartë se Jugoslavia duhet të pastrohet nga elementët armiqësor që nuk pranojnë shtetin serb. Ai nuk e fshehu urrejtjen, ai nuk e fshehu qëllimin. Në vitin 1991, Kroacia shpalli pavarësinë. Miloševići e quajti këtë tradhëti dhe menjëherë nisi mbështetjen ushtarake për serbët e Kroacisë. Ai furnizoi ata me armë, trupa dhe urdhra të drejtë për të çliruar territoret serbe. Në Vukovar, qyteti u rrethua për 87 ditë. Sipas Tribunalit të Hagës, mbi 20.000 njerëz u vranë në Kroaci gjatë konfliktit. U rënuan qytete të tëra si Vukovari dhe Dubrovniku. 264 civil dhe të plagosur u nxorën nga spitali dhe u pushkatuan vetëm në masakrën e Vukovarit, e urdhëruar në bashkëpunim me strukturat që Miloševići drejtonte. Një dokument ushtarak i Hagës vërteton se Miloševići ishte në dijeni të operacioneve dhe i kishte aprovuar ato në mbledhjet e sigurisë kombëtare. Në vitin 1992 Bosnia deklaroi pavarësinë.
Përsëri, Miloševiqi e konsideroi këtë një kërcënim ndaj botës serbe. Ai u bë sponzor i hapur i Republikës Srpska, strukturës politike të serbëve të Bosnjës. Mos lini asnjë musliman të marrë frym lirshëm në tokat tona. Kjo ishte thirrja e tij, urrejtje e kthyer në strategji shtetërore. Ai siguroi mbështetje logjistike, armë, oficer të ushtrisë jugoslave dhe mbi të gjitha urdhëra të heshtur për spastrim etnik. Në Srebrenicë në vitin 1995, 8.372 burra dhe djem musliman u ekzekutuan brenda disa ditëve. Miloševiqi kishte kontroll të drejtpërdrejt mbi strukturat e ushtrisë dhe policisë që vepronin në Bosnjë. Ai financonte dhe komandonte fushatat e spastrimit etnik. Mbi 100.000 njerëz u vranë në Bosnjë, shumica civil musliman. Në Kosovë, Miloševiqi nuk pati nevojë për ndërmjetës. Ai ishte vetë autoriteti suprem. Ishte një tokë që ai donte ta zbrazte dhe ta rikolonizonte. Në vitin 1998, ai nisi operacionin Patkoj, një plan sekret i hartuar nga shërbimi sekret serb i cili parashikonte spastrimin etnik të shqiptarëve, djegjen e fshatrave, ekzekutime masive, dhunime të organizuara të grave, zhdukje të trupave në varreza masive në Serbi. Sipas të dhënave të dokumentuara, mbi 13.500 shqiptar u vranë gjatë luftës së Kosovës. 1.900 prej tyre janë ende të zhdukur, rreth 400 masakra të dokumentuara, ndërto Reçaku, 45 civil të pushkatuar. Meja, 376 burra të ekzekutuar. Krusha e vogël, 113 të vrarë. Dubrava, më shumë se 90 të burgosur të vrarë në mas. Në një takim me ministrin e brendshëm serb, Miloševiqi kishte thënë: nëse doni paqe në Kosovë, duhet të zhdukni elementin shqiptar rrënjësisht. Ai urdhëroi, mos i lini asgjë shqiptarëve, as shtëpit, as arat, as jetën. Në një takim me drejtuesit e ushtrisë, ai pyeti me cinizëm: sa shqiptar do të duhet të vriten që të kuptojnë se Kosova është Serbi? Ishin fjalë që nuk lanë vend për dyshim. Mbi 20.000 gra shqiptare u përdhunuan nga forcat serbe, një krim i organizuar nga vetë aparati i shtetit. Në prapasken, ai urdhëronte që kufomat të digjeshin, varret masive të hapeshin thellë në tokën serbe dhe gjurmët të zhdukeshin me çdo kusht. Një dokument i klasifikuar nga Ministria e Brendshme serbe që më vonë u bë publik në Hag përmbante firmën e Miloševiqit mbi urdhërin për transportimin e trupave nga Kosova drejt varrezave masive në Batajnic, ku u gjetën më shumë se 800 kufoma të shqiptarëve të vrarë. Kjo nuk ishte luftë, kjo ishte një kasaphane me urdhër nga lart. Pas ndërhyrjes së NATO-s në vitin 1999, Miloševiqi u rrëzuan nga populli serb në vitin 2000. Në vitin 2001 u ekstradua në tribunalin e Hagës, ku u përball me 66 akuza për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Gjykimi i tij u shndrua në një prej proceseve më të mëdha të pas luftës së dytë botërore. Por drejtësia nuk u përmbush kurrë. Në vitin 2006, Miloševiqi vdiq në qelinë e tij nga një sulm në zemër, para se të shpallej fajtor, sepse mbi emrin e tij rëndojnë mbi 130.000 viktima të drejtpërdrejta në Kroaci, Bosnjë e Kosovë. Mbi 3 milion të zhvendosur, mijëra të zhdukur dhe qindra varreza masive. Një doktrinë e bazuar në urrejtje, spastrim dhe zhdukje të popujve të tjerë.
Miloševiqi nuk ishte viktim e rrethanave. Ai ishte burrimi i rrethanave. Ai projektoi krimet, i urdhëroi, i mbuloi dhe kurrë nuk kërkoi falje. Në gjykimin e tij në Hag, ai nuk shfaqi pendes. Ai mbrojti veten si një patriot, por dëshmitë e qindra dëshmitarëve, dokumentet sekrete, përgjimet, urdhërat me shkrim dhe vetë fjalimet e tij e zbuluan të vërtetën. Slobodan Miloševiqi nuk ishte një udhëheqës që humbi kontrollin. Ai ishte kontrolli. Ishte autori i drejtpërdrejt i krimeve më të tmerrshme që Ballkani ka parë pas luftës së dytë botërore. Një diktator nuk matet nga fjalët që thot, por nga gjurmët që lë pas. E gjurmët e Miloševiqit janë të përgjakura, në çdo fshat të djegur, në çdo trup të varrosur fshehurazi, në çdo nën që ende pret birin e saj të zhdukur. Për këtë, historia nuk ka nevojë për gjykat për ta emërtuar. Ajo tashmë ja ka dhënë titullin që e meriton, kasapi i Ballkanit.